Falenderojmë të madhin Allah, me falenderimet më të plota, më të sinqerta, siç meriton i madhi Zot falenderohet. Zot, ty të qofshim falë për çdo mirësi e begati e Allah, shtoje mirësinë dhe begatin tënde për gjithë secilin prej nesh. Ti je dhuruesi i mirësive dhe i begative, o Zot. O Zot, ty të lutemi, udhëzoje dhe drejtoje mendjet tona, zemrat tona tek më e mira, më e bukura në rrugën tënde, ja Allah. Atë cilin ti e udhëzove dhe orientove, nuk ka kush ta devijojë nga udhëzimi yt. Ai i cili është i pa udhëzuar, kush mund ta sjellë në rrugën e mbar përveç se udhëzimi dhe orientimi yt. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim, askush tjetër përveç tij. Është vetëm Zoti i qejve dhe i tokës, Allahu xhalleshanu. Dëshmojmë se i dashuri i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut. O Zot, dërgoj atij salavatet e selamet tona si më i madhi profet, më i miri njeri, atij, familjes tij, shokëve tij. Zot, fali, mëshiroj, begatoj të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin rrugën e bukur dhe besimin e pastër, ja Allah. Siç tregohet edhe transmetohet tek Imam Buhariu nga Ebu Hurajra, një ditë profeti alayhi salatu selam nisi t'i tregoj një ngjarje me plot mësim shokëve tij, sahabëve tij, ngjarje e cila vlen të tregohet çdo rast edhe çdo kohë, sepse njerëzit edhe natyra njerëzore është pa ajo, pavarësisht se shekujt kalojnë. I mblidhte profeti alayhi salatu selam sahabët dhe i tregonte histori të ndryshme, jo më kot, por që të marrin mësime dhe të kenë pra parasysh ato këshilla që thuan prej profetit alayhi salatu wassalam. Kohët e mëparshme, pas kanë qenë 3 vetë të cilët ishin sprovuar. Njëri prej tyre ishte i smur me lebroz, Zoti na rujt. Kishte smundje në lëkurën e tij. Tjetri kishte smundje të keqe në flokët e tij, ndërsa tjetri ishte i verbër. E për këtë shkak, jo të gjithë njerëzit janë në niveli kulturuar dhe niveli mirë, bullizoheshin për këtë shkak. Ata ndjeheshin edhe shtypeshin nga tjerët, talleshin nga tjerët, përçmoheshin nga tjerët. Askush nuk dëshiron të t'i qëndronte pranë. Imagjino se çfarë vujtje edhe se çfarë sikleti kanë paskalu. Derisa Zoti i gjithësisë donte që t'i jepte mësim. E në këtë rast nuk është puna vetëm tek ato 3 i jep mësim Allahu xhaleshanu, por në çdo moment, prej momenteve tona, duhet kuptojmë që neve, Allahu xhaleshanu mund na sprovoj dhe mundet Zoti xhaleshanu të shikoj pra tek zemrat tona dhe tek shpirtrat tanë. A jemi njerëz të mirë apo nuk jemi njerëz të mirë? A jemi njerëz që e duam Allahun apo jo? A jemi njerëz që e duam njëri tjetrin apo jo? A jemi njerëz që anojmë tek e mira apo jo? E subhanallah, sa herë njerëzit thonë, unë thot, po t'isha mirë me shnet do boja namin. Unë thot, po t'kisha pasuri do boja namin, nuk do leja sadeka e nuk do leja mirësi pa bo. Unë, po sikur t'kisha mundësi do boja këtë, sikur t'kisha do boja atë. Edhe gjithmonë i bollogarin tjerve, kurse ai që ka i zbasi gjo. Rrie dhe thot për veten e vetë. Allahu xhaleshanu na jep neve një shembull nëpërmjet profetit tij te këto 3 njerëz. E çdo kush prej nesh mund të sprovohet edhe mund të jetë në situata të tilla, më shumë ose më pak. E Allahu xhaleshanu dërgon engjëllin e tij në formë njeriu tek i pari. Dhe i thot, o robi Allahu, thot, e gjeti ishte i ndrydhur shpirtrisht, ishte i lodhur moralisht komplet. Imagjino çfarë sikleti edhe imagjino çfarë sabri, çfarë durimi duhet të bëjë ai njeriu i cili është smur për ditë, ka hall me veten e tij, me smundjen e tij. Përveç kësaj, i shtohet edhe për çmimi i njerëzve ose trajtimi i keq i njerëzve, Zoti na ruaj. E i thot, pasha Zotin, thot, sikur ta kisha, thot, lëkurën, thot, të shndritshme, të bukur, të butë, thot, nuk kam ëndër më të madhe në jetën time, sepse thot jeta, thot, më ka rëndu shumë. Ka njerëz cilët kur sprovohen nuk bëjnë dot durim, i japin në fund jetës tyre. E thot vetëm thot m'japi Zoti shnet, këtë që kam vujt thot ma heqi Zoti. Me i të prek me subhanallah, Allahu xhaleshanuhu ja kthen shnetin atit komplet. Ja kthen shnetin dhe i thot çfarë do prej pasurive? Thot, një tuf me deve, thot, do ishte gjë e madhe. Do ta kesh, thot, me lejen e Allahu xhaleshanuhu dhe hikën. Vjen tek i dyti, çfarë do? Ti kisha flokë të bukur, mos kisha këtë smundje se me gjithmen që më ka rëndu shumë, thot. Më ka rëndu shumë edhe thot, mu thot, jetën thot më ka vështirësu. Qofë raport me vetën time, qofë raport me njerëzit, imagjino. I thot, do t'i kesh, thot, me lejen e Allahu xhaleshanu. Çfarë do prej pasurive?
thot, ta kisha, thot, një kope me lop. Si që kanë qenë pasurita asaj kohe? Shkon tek i treti, thot, çfarë do doje, thot. Imagjino, ne i themi në Shqip, me i thonë qorit a do sy, po themi. A kupton? Thot, vallaj, thot, unë, thot, po të kem sy të ballë, thot, nuk du gjë tjetër. A ka gjë më të madhe dhe gjë më të bukur? Imagjino, të gëdhihesh në mjes edhe i ke sy të mbyll, nuk shef do të as fëmijët e tu, nuk shef do të as nusën tate, nuk shef do të njerëzit e zemrës, nuk shef do të bukuritë dhe begatitë e Allahut xhaleshanuhu. Thot, të mjapi Zoti syt, njeriu më i kënaq, thot, do t'i kesh, thot. Qa do prej pasurisë merr dele. Kalojnë vitet, i lena i kaq. Kalojnë vitet, do të Zoti xhaleshanu më i sprovu, i kthehet parit në formën që ishte i pari, ashtu me lebroz. Dhe i thot, o robi Allahut, thot, jam, thot, udhëtar, thot, jam, thot, në këtë gjendje, thot, shumë të mjerume, dhe të lutem më ndihmo. E gjeti atë kopeja madhe me deve, një luginë kishte me ndërtesa, pasuri që nuk përfundonin, ishin gjitha tijat. Thot, el hukuk këthire, thot. Sa gjona kom unë, thot, për të kry, thot. Duke ty si u kam shumë, po unë nuk e di ku jam vetë. Thot, robi Allahut, ke qenë edhe ti dikur si unë. Unë, thot, si puna jote, asnjëherë s'kam qenë. Në asnjë moment, subhanallah. E kisha harru për 10 vjet, për 15 vjet, për 20 vjet, se qa kishte vujt vetë për para. E imagjino, të vi njeriu nga një sprov dhe të harroj sprovën dhe mos ta kuptoj sprovën që po heq tjetri, vallai kjo është e rëndë shumë. Të harrosh se çat dha Zoti, ku ishe dhe ku dole dhe si u ngrite për herë, të harrosh atë origjinën tate, të harrosh zanafillën edhe fillimin tat, subhanallahu, ky është mohim. I thot, nëse je gënjeshtar, thot, atëherë Zoti të ktheft sot siç ke qenë, subhanallahu. Iku te i dyti, edhe te i dyti e njëjta histori, thot, kam, thot, punët e mia, kam hallet e mia mbledhe hat, thot, po ke qenë, thot, si puna ime, thot, i shkojmë pamjen e vet, me atë sprovën që kishe pas ai. Thot, unë, thot, si puna, asnjëherë, thot, den babaden, thot, i pasur, thot, trashëgim, thot, nga pasuria, thot, e të parëve të mi. Subhanallah, duke u burr, duke dash me fsheh identitetin e tij, edhe sprovën që kishe, po ç'a problemi kam qenë dikush, sot jam ngrit, sot jam më mirë, elhamdulillahi rabbil alamin, kush është problemi? E përveç asaj mohon edhe mirësinë e Allahut që i ka falë Allahu. Thot, nëse je gënjeshtar, thot, Allahu të kthef siç ke qenë. Kur shkon tek i treti, i thot i treti, pasha Allahun, thot, se i shkon si i verbër, pasha Allahun, thot, unë, thot, kam qenë i ditë si puna jote, thot, e di, thot, se qa do me thonë, thot, me qenë ashtu si që kam qenë unë. Pasha Allahun, thot, nuk do të falenderoj, thot, pse more pak, edhe nuk do të qërtoj pse more shumë. Merë, thot, nga pasuria ime qatë dush, inshallah të bëjnë punë, edhe ti jesh mirë dhe të ta lecoj hallin e sikletin që ke. Thot, asi gjo nuk du, thot. Vetëm, thot, e mamen që ju dërgoj Allahu xhaleshanu, thot, juve, thot, dikë, e ju androj sprovën me mirësi, thot, po. Kurse sot ju sprovoj Zoti, 2 shokët e tu i thot për para ranë sprov, thot, nuk e kalon, kurse ti e kalove me lejnë Allahu xhaleshanu. O vlezër, ne për ditë sprovohemi, mos i harroni momentet e vështira dhe mirësinë e Allahu xhaleshanu, se shumë herë themi, vetëm të më kaloj Zoti mu nga kjo sprov, pastaj nuk ka problem, unë do jem njeriu më i mirë. Vetëm inshallah dal nga kjo situatë dhe unë do jem njeriu më i mirë në botë, njeriu më i devotshëm, që do e falenderoj Zotin shumë. Por vazhdimisht duhet t'ja dim Allahu xhaleshanu mirësitë e tij. Dhe asnjëherë duhet t'i harrojmë momentet e vështirësisë. Gjithmonë vëllezër duhet ata të cilët kanë nevojë ose janë më dobët se ne, t'i ndihmojmë me lejen e Allahu xhaleshanu sa të kemi mundësi për Zotin. Sa të kemi mundësi. Nga kjo gjë desha të ndalem me 2-3 konkluzione dhe 2-3 pika. E para që s'duhet ta harrojmë kurrë. Allahu xhaleshanu na shef neve gjatë gjithë jetës tonë, a jemi falendërues ose nuk jemi falendërues. Këtë mos e harro kurrë. Nuk ka nevojë Zoti xhaleshanu për veprat tona, ne kemi nevojë shumë që të bëjmë mirë e të afrohemi tek Allahu xhaleshanu e të fitojmë dynjan dhe ahiretin. E dyta, mbase një moment është sprovë për ty, e ti duhet të tregosh mirësinë edhe begatin që të ka falë Allahu xhaleshanu dhe ti jesh falendërues, se mundet po mohove. Allahu të merr me atë mohim shumë mirësi dhe ti heq që ti ka pas dhënë, se në dorë të Allahut jemi gjithë. Dhe e treta, që të gjithë jemi të barabartë para Allahut xhaleshanu. Edhe ai që ka shumë, edhe ai që ka pak, gjithë jemi njësoj para Allahut xhaleshanu. E di kush është dallimi? Dallimi është që ai që i ka dhënë Zoti diçka më tepër është në sprovë. Nëse e përdor mirë, Allahu e ruajt, Allahu e begatoft. E nëse nuk e përdor mirë, vallahi hesab edhe llogari edhe do ta ketë pishman ditën e gjykimit kur dalim para Zotit.
E lusë Zotin të na falje të na mëshiroje. Amin. E lusë Allahun xhaleshanuhu që Zoti të na falje dhe të na mëshiroje. E lusë Allahun xhaleshanuhu, o Zot, ty të lutemi, pranoj lutjet tona, ja Allah. Na bëj për atyre cilët pendohen me pendim të sinqert, ja Allah, dhe dalin prej kësaj xhamie dhe prej kësaj xumaje me pendim të pranuar dhe me mëkate të falura, ja Allah. O Zot, ty të lutem, i largoje mendjen tonë, zemrën tonë, ja Allah, siç largove lindjen nga perëndimi ndaj mëkateve dhe të këqijave. Na inspiro vepra të mira, ja Allah. Na shto dashurinë për ty, dashurinë për profetin tënd, dashurinë për njerëzit që ti i don, dashurinë për Kur'anin dhe dashurinë për çdo vepër të mirë, ja Allah. O Zot, ty të lutemi, ne nuk patëm mundësi, ja Allah, që ta shikojmë Muhammed Mustafan këtë dynja. Mos na privo nga takimi me te dhe qenja bashkë me Muhammed Mustafan, ditën që do dalim para teje dhe në xhenetet e begata, ja Rabbel Alamin. O Allah, ty të lutemi, në Palestinë, o Zot, lutem mundsoje, ashtu siç kemi lutur me shpirt edhe xhumat e kalume. Mundsoje që të ketë një paqe të vazhdueshme dhe të stabilizuar. Mundsoje atij popullit të kenë, o Zot, drejtimin e njerëzve dhe bijve tyre të përkushtuar, ja Allah, që e çojnë atë vend drejt prosperitetit dhe stabilitetit. O Allah, ktheje lumturinë në zemrat e atyre njerëzve. O Zot, gëzoj zemrat tona dhe zemrat e gjithë botës me një paqe dhe vazhdimsi të qëndrueshme në atë vend, ja Allah. O Zot, ty të lutemi, o Allah, na prano lutjet tona. O Zot, na bashkone me Muhammed Mustafan, na falne prindit tanë dhe gjithë besimtarët. Amin.